po e mbyll duke ju treguar se çfarë i kërkoi Aleksandri i Madh në fund fare kur ishte në shtratin e vdekjes atyre që kishte rrodhur. Do mblidhni, tha, mjekët më të mirë dhe do t'i vini të ecin pas arkivolit tim. Mua, tha, do mi lini duart hapur dhe rrugën deri tek varri do ta shtroni me para. Edhe njëri nga ata i thot, po për çfarë duhet i bëjmë këto? Sepse njerëzit, tha, duhet ta shohin që as njeriu më i fuqishëm mbi këtë tokë nuk i ikën dot vdekjes. Dhe doktorët më të mirë të kësaj toke nuk kanë çfarë bëjnë. Njerëzit do ta shohin, tha, që dhe njeriu më i fuqishëm në këtë tokë, kur ikën, s'ka asgjë në duar. Kthehet si erdhi. Dhe njerëzit do ta shohin, tha, që gjithë pasuria që mblidhet mbi këtë tokë, mbetet në këtë tokë. Askush se merr me vete.